Të nderuar vëllezër, ky është takimi jon I 7 me radh I legjeratave që I kemi titulluar Udhëtimi jon drejt ahiretit. Kemi përmend shenjat e vogla dhe kemi vazhdu me shenjat e mëdhoja të kiametit. Pra kemi përmend Dejjalin, kemi folë për Dejjalin, për Isa e Sam dhe për Ya'juj dhe Ma'juj. Sot, inshallah, do të vazhdojmë dhe me lejen e Allahut do të mundohem që të mbarojmë të gjitha shenjat e mëdhoja të kiametit që do të vinë pas Ya'jujve dhe Ma'jujve. Pra jemi në hadithin e vërtet që e transmeton Imam Muslimi prej Hudhejfete ibn Esid el-Ghifari, thot, ishim duke ndet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një ditë dhe ishim duke ndet me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, fima tadhakarun, për çka po bisedoni? Për çka e këshilloni njëri tjetrin? Faqulna, tham, natadhakar as-sa'a, po e kujtojmë kiametin, o I dërguari I Allahut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taqum hatta tarau 10 ayat. Kiameti nuk ka më ndodh përderisa nuk do të shihni 10 shenja të mëdhaja të kiametit. Pastaj I përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, në tymi, Dejjalli, kafsha e tokës, lindja e diellit nga perëndimi, zbritja e Isa alayhis salam, Ya'juj dhe Ma'juj, 3 fundosjet, një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishmën arabik, edhe zjarri që ka me dal ka lindja do t'i tubon njerëzit në perëndim. Ky hadith është I vërtet e transmeton Imam Muslimi. Mirë po pejgamberi alayhis salam nuk ka dash me tregu radhitjen në këtë hadith, se si do të radhiten shenjat e mëdhaja të kiametit. Për ta kuptuar meselen se si do të radhiten shenjat e mëdhaja të kiametit, duhet I tubojmë të gjitha hadithet, të gjitha ajetet. Dhe elhamdulillah që Allahu ka lënë dietar dhe ata na kanë lehtësuar neve. Edhe ata I kanë radhit sipas të gjitha haditheve dhe kanë tregu se si është radhitja. Pra shenja e parë e madhe e kiametit është dalja e Dejjallit. Pastaj vjen Isa alayhis salam, pastaj vjen Ya'juj dhe Ma'juj që e përmendëm në dersin e kaluar dhe treguam se Allahu do ta çon një krym mbrapa veshit që quhet Nadaf. Isa alayhis salam ka bërë dua dhe Allahu ka më pranuar duan dhe një krym mbrapa veshit do të shkatron të gjithë Ya'juj dhe Ma'juj. Dhe pastaj do të pastrohet toka. Pastaj Isa alayhis salam do të vdes. Unë e kam përmend një hadith është I vërtet se pas vdekjes së Isa alayhis salam do të vjen një erë. Mirë po nuk do me thonë se më njerë mas vdekjes së Isa alayhis salam ka marrë kjo era, që do të vjen tek besimtarët, edhe kanë me vdekje të gjithë besimtarët. Kjo era ka me ardhë pasi që të vjen timi. Pra vjen linja ka perëndimi, pastaj vjen kafsha e tokës, pastaj vjen tymi, pastaj vjen kjo era edhe do të thonë besimtar të gjithë vdesin. Pas kësaj erës vjen 3 shafitjet, 3 fundosjet në lindjen e perëndimit në gadishin arabik, pastaj vjen zjarri. Kështu dietarët kur I kanë mbledh gjitha hadithet dhe ajetet kanë treguar se kështu do të jetë renditja e shenjave të kiametit të mëdhaja.
Andaj nuk bën me gjyku vetëm një hadith nëse e din edhe me thënë se kështu. Se kjo hadith pejgamberi ka thonë pas për timi, pas e ka bërë dëxhallë, pas e ka thonë kafshë e tokës. Pra, renditja është në këtë mënyrë. Në javën e kaluar vëllazër kemi mbet të Yajujët dhe Majujët dhe përmendëm se do të shkatrohen. Njerëzit kanë jetu me Isa a.s. sikur se me qenë në xhenet, në kënaqësi. Nuk ka pas as armiqësi ndërmjet as dy vetave. 7 vjet kanë jetuar, më thonë, në rahatinë dhe kënaqësi. Pastaj mas vdekjes së Isa a.s. përsëri njerëzit kanë më mashtruar mas dunjos. Kanë me fillu me shku mas të këqijave, mas punëve të këqija, mas mëkateve, e mëkatët e tërheqin, pas mëkateve njëri shkon në kufër. Ka thonë pejgamberi a.s. në hadithin e vërtet: "Mal faqru akhsha aleikum." Nuk frigona përderisa ju jeni fukara, miskina. "Walakinni akhsha an tubsata aleikum ad-dunya." Por frigona që kam ju hap juve dunjallëku. "Fatanafasuha kama tanafasuha." E pastaj ju keni më bë gara për dunjallëk. Sigur se që bën gara që ishin para jush, "Fatuhlikukum kama ahlakathum." Dhe dunjallëk që kam ju mashtru juve, sigur se që kam ju shkatru, sigur se që i ka shkatru ata që kanë qenë para jush. Dhe njerëzit kanë mi fillu me deviju, kanë me u mashtru mas dunjas, edhe kanë me u mashtru mas punëve të këqija, mas haramave, deri sa të del dielli, dhe më thonë, ka perëndimi. Dielli, vëllezër, për çdo ditë, prej se ka kriju Allahu subhanahu wa taala, del prej lindje në perëndim. Asnjëherë nuk e ka ndruar relacionin. Kur të vjen dita, Allahu ka mi thonë të del nga perëndimi. Dielli për çdo ditë i bie sejdë Allahut subhanahu wa taala. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet që e transmeton Imam Muslimi prej Abu Dharr al-Ghifari, thotë: "Atadruna ayna tadhhabu ash-shams ba'da ghurubiha?" A dini se ku shkon dielli pasi që të perëndon? Sahabët thanë: "Allahu wa rasulu alam." Kështu kanë thonë sahabët. Allahu dhe pejgamberi e dinë më së miri. Pejgamberi alayhis salam tha: "Kur perëndon dielli, shkon te arshi i Allahut. Edhe i bie sejdë Allahut subhanahu wa taala. Edhe qëndron kështu derisa Allahu i thot dil nga lindja." Për çdo ditë dielli i bjen në sejdë Allahut subhanahu wa taala. Thot kur të vjen momenti që të del dielli nga perëndimi, dielli do shkon të bën sejdë Allahut, dhe Allahu do të thot shko dil nga perëndimi. Edhe ka me dal nga perëndimi. Disa dietar, pseudo dietar, ata nuk janë dietar, e mohojnë këtë hadith. Hadith është i vërtetë në Sahih al-Muslim. Thonë se s'ma merr mendja ata. Çish ka mundësi dielli mi bë sejdë Allahut kur ne e shohim diellin perëndon? Nëse ne nuk e shohim, dikund ka lind, dikund është në drek. Thot s'ka mundësi nuk e shohim diellin të radhë sejdë Allahut. Sa do thonë çdo gjë që vjen kundërshtim me mendjen, ne e refuzojmë. Ose e komentojmë ashtu siç dëshirojmë. Prandaj edhe mohojnë këtë hadith. Nuk është hadithi, është hadithi është i dot. Hadithi është i vërtetë. Ne besimtarë, nuk e besu, ka thonë pejgamberi sa i bën sejdë, i bën sejdë. Walladhina yu'minuna bil ghaib. Besimtarë të vërtetën ata që e besojnë ghaibin, të fshehtën. Ne do të besu. Se Allahu në Kur'an: "Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard?" A nuk shihni se Allahut i bën sejdë çka në qiell dhe çka në tokë? "Wash-shamsu wal-qamar", edhe dielli edhe hana i bie sejdë Allahut. "Wan-nujum",
edhe yjet, wal gjibal, edhe kodrat, wal shajaru, edhe drunjët, wal dawab, edhe kafshët, wa kathiru minan nas, edhe shumë për njerëzve i bin sejdë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, wa kathirun haqqa alayhi al-adhab, shumica të njerëzve e meritojnë dënimin për arsye se nuk i bin sejdë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaf'alu ma yasha, Allahu bën çfarë të don. Por Allahu nuk është rënd që ti bin sejdë dhe Allahut gjonat që janë të ngurta, sikur që është dielli. Dhe po, kur largohet njeriu për rrugës e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe devion rrugën. Prandaj ne duhet të besu ashtu si ka thënë Allahu dhe pejgamberi, ne besimtar. Kthehemi te hadithi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e vërtet që e transmeton Abdullah ibn Aufa, hadithi është hasan, thot yati ala nasi lejla, do t'ju vjen njerëzve një natë, ta'dilu thalatha lejalin, ajo natë është sa 3 netët min lejalikum, për netëve tuaja. Fa idha kana dhalika ya'rifuha al-mutanaffilun, e kur tjetë kjo netë sa 3 netët tuaja, kanë me ediktu ata që falin namaz natës. Pra edhe në atë kohë do të ketë njerëz të cilët falen namaz natës. Yaqumu ahaduhum fa yaqra'u hizbahu, do të shohët dhe njëne për juve dhe ka me lezu, thot, ato gjuza që ka pas me lezu. Dikush shohët, e ka bo obligim vetës që 3 gjuza në zonat me lezu namaz natës. Dikush 2, dikush 5, dikush 6. Sahabët e ka lezu, Uthman radiallahu anhu e ka bo Kur'anin hatme për një natë. Thot do të lezon kamera me fletë. Kur të shohët, për sëri thot ka me lezu hizbin, ato gjuza që ka pas me lezu. Pastaj do të shohën, edhe kanë me kuptu se nuk është në regull dishka. Prezi me dalë sabahi nuk del. Bot, 9, 10, 12, bot dreka nuk del drita. Trishtohën njerëzit, fejet vzauna ilel mesajit. Ka thopi nga nësam, njerëzit vrapojnë, shpejtojnë, shkojnë këtë për xhamia. Ketë, me musliman, me qafira, ketë në për xhamia. Ati e shenë sigurinat. Sigurohën. Febejnë ma unë këdhalik, për desa duke që të në për xhamia, trishtushëm, s'del dita, prit nuk del dita. Botë i këndia nuk del dita. Febejnë ma unë këdhalik, idha tala atë shëms min magribiha. Kur del dielli nga perëndimi. Fa amana an-nasu kulluhum ajma'in. Të gjithë njerëzit ata besojnë. Sepse është një shenjë që e shohin njerëzit. U ndru sistemi i tokës, i diellit. Nuk shkon më dielli ka lindë, ka perëndimi ka dalë. Pse dietar thënë, pse Allah pastaj mund nuk e pranon tobën, nuk e pranon pendimin, pse? Sepse është njësoj sikur kur të vjen gargarja, kur të vjen shpirti në fit, atëherë të gjithë njerëzit kanë me u pendu, kanë me po me lajket i shofin, e shohin të vërtetën. Thotë Allahu, hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un, kur të vjen dhe njëri për ju në vdekja, thotë o Zot më kthe, la'alli a'malu salihan, që të punoj punë të mira. Ama atëherë nuk është, vonë është. Edhe kur del dielli nga perëndimi, të gjithë njerëzit kanë me besu Allahut. Allahu mo nuk e pranon pendimin. As mëkatarit që e pranon pendimin, as qafirit nuk e pranon islamin. Edhe njerëzit vazhdojnë të falën, të lutën, në për xhamia. S'ka, e shofi se mu shkatrimi, vjen kiameti. Mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala e qënë kafshën e tokës. Pra dhe, vëzër, të pendohemi prej, para se marrë e moment, se Allahu e pranon pendimin,
Thot pejgamberi alayhis salam, hadithën e vërtet, inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'an nahar. Allahu e shtrin dorën natën që të pendohet ai i cili ka bërë ditën mëkat. Dhe Allahu e shtrin dorën ditën që të pendohet ai i cili ka bërë mëkat natën. Allahu i don ata që pendohen. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që pendohen dhe i don ata që pastrohen. Allahu gëzohet për pendimin e sinqert të ndonjërit prej neve. Gëzohet Allahu. Ta gëzojmë Allahu me pendim. Të kthemi Allahu sinqerisht. A dini si gëzohet Allahu? Gëzohet vëllezër, sigur se ai personi i cili e ka devën në shëtëtir, në të cilën e ka ujë, domethënë ushqimin dhe ujin aty e ka, dhe pasi që bën me flet i shpresat se ka me jetu, kur zgjohet e shef devën e vet. Për gëzimit të madh gabon dhe thot: o Zot, ti je robi jem, unë jam Zoti jot. E thot kundërtën. Për gëzimit të madh. Allahu gëzohet më shumë se ky personi kur e ka gjetë devën. Kur besimtari i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë pejgamberi alayhis salam në një hadith, thot Allahu: ya ibn Adam, o bil Ademit, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Thot Allahu: o bil Ademit, përderisa ti më lut mu dhe përderisa ti shpreson tek unë, kam e ti falë më katët edhe nuk e kam dert. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama thumma istaghfartani ghafartu laka fala ubali. O bil Ademit, nëse arrin mëkatet tuaja sa është hapësira e qiellit, pastaj më kthehesh tek unë duke u pendu, duke kërku falje, ghafartu laka fala ubali. Ti falë dhe se kam dert. Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabi al-ardi khataya. O bir Ademit, nëse vjen tek unë me mëkatet mëdhoja sa kodra, sa hapësira e tokës, thumma laqitani la tushriku bi shay'an, pastaj vjen me mua te unë vend duke mos më përshkruar askën shok, la ataytuka bi qurabiha maghfira, kam të ardh me falje aq sa është hapësira e tokës. Të shfrytëzojmë vëllezër. Këtë moment ta shfrytëzojmë para se të na vjen gargara, edhe para se të vjen dielli nga perëndimi, sepse atëherë është vonë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala, sikur që tham, e dërgon një kafsh. Allahu thot në Kur'an: wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbah. Kur të dalën shenjat e kiametit të mëdha, atëherë thot ne e nxjerrim një kafsh. Kjo kafsha del të njëjtën ditë kur del dielli nga perëndimi. Daba, një kafsh. Disa kanë thonë krijen e ka si të kaut, veshën e ka si të elefantit, sirën e ka si të fiut, dhe çdo gjymtyr tjetër e ka si kafshë tjera. Po nuk ka argument. Janë hadithet e dobta të trilluara. Nuk ka argument. Disa kanë thonë se ka me dal prej kodrës Safa, ka me dal prej Qabës, kafsha. Disa kanë thonë se është devja Saliut alayhis salam, kjo kafsh. Mirë, po nuk ka ndonjë hadith të vërtet, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thonë dabetun min al-ard. Nxjerrim një kafsh për tokës. Po kjo është ajet, fjala e Allahut. Akhrajna lahum dabatan min al-ard tukallimuhum.
Ju flet njerëzive. Ju fol njerëzive. I këshillon njerëzit. U kujton njerëzive se ju keni qenë në dalalet. Keni qenë në humbje. Anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ju thot njerëzve se ju nuk keni qenë të bindur ndaj argumenteve, ndaj fjalëve të Allahut. S'keni ndëgju pejgamberin, Allahu çoj pejgamberin, Allahu çoj Kur'an, Allahu çoj thirrësa. Allahu e çon kafshën për të nënshmu pa besimtarët. Se ju keni arrit në gradën e kafshës, nuk si zot më ju e mjësua aftë në pejgamber, nuk ka kri. Ju më një kafshë ja çon Allahu. Edhe kafsha ju thot se ju s'keni qenë të bindur në argumentet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo kafsh do ta hes tërë tokën. Edhe besimtarëve që kanë iman do t'ja drejton, do t'ja, më thonë, me shenjë do t'i bën, dhe Allahu do t'ja jep një dritë në fytyrë. Edhe është i përgëzuar besimtare se më kur një herë nuk ka mu sprovu. është i garantu me xhenet. është i garantu me xhenet. Ka me qenë i lumë të një gëzuar, edhe ka e bo dritë në fytyrë. Ndërsa pa besimtarit ja vendon një vull në hund edhe i nxihet fytyra. Edhe thot ti e qafir. Prende dënjo Allahu subhanahu wa ta'ala ja nxin pa besimtarëve fytyrat dhe besimtarëve u ndryshon fytyrat. Allahu thot në Kur'an, ndërsa në ahiret është dënimi dhe më i rëndë, thot Allahu në Kur'an, yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Në atë ditë kur shumë fytyra kanë më nxi dhe shumë fytyra kanë më zbardh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. Atyre të cilët kam u nxi fytyrat do t'ju thuhet: a keni mohu pasi që keni besu? فذوقوا العذاب. Shijoni dënimin. Shijoni dënimin se ju erdhën argumentet dhe ju nuk besuat. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. E atyreve që do të zbardhen fytyrat, ata kanë me konë në mëshirën e Allahut. Hum fiha khalidun. Dhe ata kanë me qenë në xhenet për gjithmonë. Në hadithin e vërtet që e transmeton Imam Ahmedi, ndërsa Sheikh Al-Albani thot se hadithi është i vërtet, takhruju ad-daba wa tasimu an-nasa ala kharatimihim. Del kafsha e tokës dhe i vulos njerëzit në hundët e tyre. Ndërsa në hadithin tjetër që e transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu, të gjithë transmetuesit e këtij hadithit janë të saktë, vetëm se tek njëri dietar kanë dy mendime. Ai është Ali ibn Zeid ibn Jada'an. Disa dietarë thonë se hadithi, më thonë, kjo është i besueshëm, disa thonë se nuk është i besueshëm. Për atyre që thonë se nuk është i besueshëm është dhe Sheikh Al-Albani, ndërsa Ahmed Shakir është për muhadithinëve, thotë se hadithi është, ky person është i besueshëm. Edhe Imam Tirmidhiu thotë se hadithi është hasan, pra i pranueshëm. Thotë dela e kafsha dhe në dorën e, më thonë, kafshës është një shkopi Musa a.s. Me shkopin e Musa a.s. u ndryshon besimtarëve fytyra. Dhe me unazën e Sulejmanit a.s. u avulos hundët dhe ju thotë ju jeni kafira, pa besimtar. Derisa thot vllazët kanë me ul, disa vëllezër kanë me ul, kanë me hongër në sofër, edhe kanë me thon filoni kana qafir.
Do të shef vunën në hund. Filoni besimtar dritë nur ka me bo. Thot dikush ka me shku me ble një kafsh, edhe ka me thonë, pika e more këtë kafsh, thot pejgamberi sa, ka me thonën e bletja për ati që e kish mundën e vëlast. Në atë kohë, mundësh një thonë qafira këtive personave. Ndërsa shtash, besimtarë nuk banë mu ngut në këto mesele, sepse ka regula mi thonë vllavit kafir, s'lejohet përveçse nëse i plotson kushtet dhe ja largon pengesat. Sepse pejgamberi alsam nëse i thu vllahut, atëherë ti, nëse se ka ajt kthehet ti. Çe po zona se ke qellu 100 vete ke thonë kafir, ke qellu 1000 vete ke qellu. Një me gabu, kthehet. Prandaj zguzon besimtarin me hinë këto mesele se sa ka regula, ka kushte ato. A në atë kohë s'ka të mundsh mi thonë qafir, ja shef hundën, e ka të vullast, edhe ftirën e ka të zes, mësime. Pasi që shkoje kafsha atëherë vën duhani, një tym. Pra shihet e kiametit të mëdhoja vëllezër, kur kanë me ardhën, do të vinë një pas një. Ka thonë pejgamberi sigur se ato më thonë të spit, ose sigur se ato më thonë vajzat që ka i mbajnë ato në zinxhirat, që ka në rruza. Më thonë kur del njëra dolën tjerat një pas një. Edhe shetë në dhojët të kërët ka me dolë njëri pas qetrës. Pastaj vjen një tym i madh që i mbulon të gjithë njerëzit. Thotë Allahu në Kur'an: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. O pejgamber, prite atë ditë kur ka me ardhë qielli me një tim të qartë, me një tim të madh, të dendur. Yaghshan nas hadha adhabun alim. Ai timi ka me mbulu të gjithë njerëzit. Edhe kjo është një dënim i madh, thotë Allahu në Kur'an. Thotë Allahu në Mesudi, këtë tim ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka qenë azab për mushrikint. Por thotë ka me ndodhur kjo edhe në kohën e fundit, që është përmend në hadithin e Hudhaifa ibn Asid që jemi duke e shpjeguar. Ka me ardhur këtë tim për besimtar ka me qenë let, ka thonë pejgamberi alsam, sigur se kur e kam dënjonin për juve një flam, një kollitje, vjen timi, kush janë besimtar, e kalojnë let, ndërsa për pa besimtar është azab. Kanë mufri për timit dhe për veshve kam i dalë timit. Është azab. Hadha azab alim. Kanë me thënë, një dënim i madh për neve. Për besimtar ka me qenë rahmet dhe mëshirë, pasrim i mëkateve. Pas kësaj vëllezër vjen ajo era e këndshme, e lehtë, e butë, sikur se më ndafshi, ka thonë pejgamberi alayhis salam, vjen nga lindja dhe të gjithë besimtarë që ekzistojnë në rruzën toksor ju hinë ndërmjet sqetullave lehtë, edhe vdesin aq lehtë sikur se kur del uji prej i brigit, prej bukallit, kur del uji, lehtë i del shpirti. Thot pejgamberi sa dikush juve ka me kon me një shpellë atë me një zgafell, dikon fell ka me kon dikush. Nëse ai besimtar ka me ardh ajo era ka me të marr. Thot fala tad'u ahadan fi qalbi mithqala habatin min al-iman illa qabadathu. S'ka me lënë çdo njëri për juve, nëse ka një grimc atome për imanit, vetëm se ka me marr, domethënë Allah do ta merr ajo era, do të vdesin lehtë. Wa yabqa ala al-ardi shirar al-khalq. Pastaj mbesin në tokë njerëzit më të fllisht, më të këqij. Nuk ka më musliman. S'ka me njoftë Allahun. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la taqumu as-sa'atu illa ala shirar al-khalq. Nuk ka më bë kiameti përveç të njerëzit më të këqij. Thosën muslimi. La taqumu as-sa'atu hatta yuqalu fi al-ard Allah Allah. Nuk ka më bë kiameti përderisa të thuhet në tokë Allah Allah. Kjo era i merr edhe këta njerëzit. Çfarë thënë Allah? Që kanë iman sa grimca e atomit.
Nuk mbet më në tokë asnjëherë për muslimanëve, ngelin pabesimtar, qafira, thot ata nuk njohin kur gjë. Do të bëjnë mëkate Allahut, nuk e njohin Allahun, nuk e njohin pejgamberin, nuk din histori, nuk din kur gjë. Këtë kanë me haru gjonat, kanë me konë si kafshët, me dinën kanë me lanë, s'kanë mu interesu për me dinën, thot pejgamberi asam kanë me shkue kafshët e egra, kanë me urinun me dinë. Kur s'ka me shku me ndalu, bës në gjamin e pejgamberit asam, s'ka me shku asnjëri me largu e kafshët. Qabën ka me shku, ka me prish një njeri i Etiopisë, sot pejgamberi asam, la taqumu sa'atu hatta yukhrab al-Ka'ba, nuk ka më bë kiameti përderisa të prishet Qabja. Dhu Sueqatain al-Habasha. Njëri që quhet Sueqatain, i ka këmbët e holla, është i zi prej Abisinisë. Ka me hek, ka me prish Qabën, thot tull mas tullës. Thot ka enni e rahu, si më të e paune, sot duke e prish Qabën. Qabja shkatrohet, u kri. Smeritojnë të jetojnë këto njerëz. Pas kësaj, vjen 3 fundosjet. Pra besimtarë, nuk i përjetojnë këto gjëra tjera. Nuk ka musliman tokë. Këtë që ka një qafira. Një fundosje në lindje, një në perëndim edhe një në gadushën arabik. Do t'i shkatron njerëzit. Pastaj shenja e fundit e kiametit është vëllezër zjarmi që i të bën njerëzit në tokën e mahsherit. Zjarmi që i të bën njerëzit prej lindjen e perëndim. Ky zjarm, ka thonë pejgamberi asam, njerëzit kanë mundon 3 lloje. Lloji i parë i njerëzve kanë me shku me deve, kanë me pas ushqim, kanë me pas mjetet e udhëtimit, kanë me shku raghibin, vetë kanë me shku me dëshirë tek zjarmi në Siri, në Sham, kanë thonë dietar, kanë mu tubu njerëzit. Pastaj lloji i dytë i njerëzve thot 1 në deve, 2 me një deve, 3 me një deve, 4 me një deve, 10 me një deve, kanë mundru. 10 veta ndrohen me një deve. Shkojnë të toka e mahsherit, Shamit. Pastaj disa shka nuk kanë mjetet të udhëtimit, thotë ju shkon zjarmi mbrapa. Ka thonë nga zjarmi hec, sigur se kur hec një deve e cila çalon. Zjarmi shkon mas njerëzve, sigur se që shkon një që hec një deve që shkepon. E ai cili met mbrapa, zjarmi e përpin edhe e djeg. Kështu do të tubohen njerëzit. Edhe pas kësaj vëllezër, kjo do të thonë shenja e fundit më për shenja të vërtetë kiametit, pastaj do t'i frihet surit. Pra janë 3 fryrje të surit. E para është nefhatul faza. Fryrja e trishtimit. Kanë mu trishtu njerëzit kur të frihin surit. Pa besimtar. Musliman nuk e përjetojnë këtë. Nefhatul sak, fryrja e mbytjes, kanë mu mbyt, kanë me shkatru këtë njerëzit. Edhe nefhatul ba'th, edhe fryrja e ringjallës. Allahu thran liman il-mulku al-yawm. Pasi shkatron këtë, ka me thonë Allahu, kujt i takon sot sundimi? Kujt i takon pushteti? Lillahi al-wahid al-qahar. Allahut i takon pushtimi, të vetmit në poshtë të besimtarëve. Gjithashtu Allah të Kur'an, Yawma yunfakhu fi s-suri fa fazi'a man fi s-samawati wa man fi l-ard. Në atë ditë do të frihet surit, Israfili, kam i fri buris, dhe do të trishtohet çdo gjë që ka në qiell në tokë. Qafidat që janë në atë kohë kanë me përjetu nefhatul faza, fryrjen e trishtimit. Illa me sha Allah, përveç se Allahu kanë të doj. Gratë që janë shtatzone, prej trishtimit kanë me nxjerr fëmijët. Thotë Allahu në Kur'an,
Ja ejuhen nasu taku rabbekum. Oje besimtar, frigojuni Zotit tuaj. Oje njerëz, frigojuni Zotit tuaj. Inna zelzelet e saati shejun adhim. Me të vërtet, dridhja e kiametit, trishtimi i kiametit është një trishtim i madh, një llahtari e madhe. Yawma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Në atë ditë do të shihni se çdo gjithënëse do ta hudh fëmijën e saj. Për trishtimit, feza al-akbar, trishtimi madh. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Dhe çdo shtatzone do të aborton fëmijën para kohë. Wa tara an-nasa sukara. Kemi pa njerëz të dehur. Wa ma hum bisukara. Ata nuk janë të dehur. Walakin adhab Allahi shadid. Mirë po, dënimi i Allahut është i ashpër, është i rëndë. Për trishtimit të madh, njerëzit kanë me u trishtu, se e dinë se më ka u kiameti, e pas saj më prishet bota dhe botë kiameti. Thotë Allah në Kur'an, idha zulziletil ardu zilzalaha. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fortë, wa akhrajatil ardu athqalaha. E toka ka më nxjerr, thot, çdo gjë që ka në brendësinë e saj, wa qala insanu ma laha, ka më thonë njeriu çka ka këtë tokë. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Në atë ditë toka i tregon ngjarjet e veta. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na forcon. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na udhëzon, të na drejton, të udhëzon motrat muslimane, të mbulon, të rrit, inshallah. Lusim që Allahu të forcon në këtë din, të kthen në fe, na ruan prej sprovave të mëdha, prej sprovave të djallit, prej sprovave që do të na vinë përpara, që i dim edhe që nuk i dim. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.